Për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha nuk ka dyshime se zgjedhjet e 11 majit ishin të manipuluara. 11 maj ishin fars absolute. Në një intervistë për emisionin Opinion në televizionin Klan, Berisha tha se edhe në të kaluarën opozit nuk i ka njohur zgjedhjet, por këtë herë ishte ndryshe. Kur shteti nuk ka qenë elektoral siç është sot, në të cilat Edi Rama po blen vota me lek, po blen vota me kanabis, po blen vota me prokurime, po blen vota me bandit. I pyetur nëse gaboi me listën e kandidatëve për deputet, Berisha tha se opozita kishte emrat më të mirë. Janë servir Tiranës kësaj here nga Partia Demokratike kandidat më të mirë në të gjithë ekzistencën e saj. Lista që mbledh vota për persona është listë e hapur. Po a njeh Berisha gabime tek vetja e tij? Këto zgjedhje nuk njihen. 28 mandate kanë marrë me pojën edhe me krimin. Thot se partive të reja ju bë ftesë për bashkëpunim para zgjedhjeve. Se nëse do kishte ardhur në koalicion Adriatic Klapaj, siç u ofrua, dhe nëse Agronsheu vinte në koalicion, bëra përpjekjet e mia. Edhe haptas edhe me direkt. Akuzoi se votat e diasporës u manipuluan nëpërmjet përfshirjes së postës shqiptare. Janë mbushur nga e para 90% e tyre. Janë mbushur këtu? Këtu, po sigurisht këtu. Në zyrat e postë shqiptare, ke marrë vesh që ka marrë pjesë posta shqiptare, ka deklaruar vetë Ilian Cilibashi. Berisha tha se tani opozita ka vetëm një mision. Ne po mbrojmë votën para shqiptarëve dhe botës. Nuk njohim zgjedhjet, krimin një qeverie teknike për zgjedhjet të lira me kushte shumë fuqishme. Po si dha, ne do bëjmë çdo gjë ta detyrojmë.